Përshëndetje. Ku jemi këtu me parashikimin e datës 2 dhjetor të 2025-s. Duke se është një ditë ndryshe nga të tjerat, jemi akoma në fillim të muajit, një muaj të mbar, dhe ditë të mbar ju uroj dhe java e mbar, pse jo, ka të bëjnë shumë me çështje, me ndryshime dhe vendime shumë të rëndësishme. Kemi një aspekt mjaft të mirë planetar ku kemi afër ditën nga shiqetari që formon një gjashtkëndësh me Plutonin në ujor. Ky kënd rrit nevojën për çështje të rëndësishme, siç është puna, ekonomia, dashuria dhe jo vetëm. Kemi të bëjmë në lidhje me pasione dhe mundësira të arta, që lidhen shumë shenjat për ditën e sotme: Dashi, Luani, shiqetari, binjakët, peshorja, ujori, që kanë ndikime fantastike, ose ata që kanë ascendente, por shenjat e mësipërme ka të bëjnë shumë për njohjet karmike ose ndikime shumë të mëdha, lajme të forta financiare. Ditë e sotme mos i hiqni as një minutë pa shfrytzuar. Shikojeni, nuk e heq asnjë presje. Mos e kaloni, mos i nashkaloni, mos hiqni kohët, orën, ku diun. Bëjeni tuajin gjithçka, sepse është diçka shumë pozitive për të trokitur, për të ditë është e juaja në çdo aspekt. Prandaj rishikojeni, sepse ka të bëjë shumë me çështjet që lidhen me anën ekonomike, financat dhe biznesin. Tani, para se të filloj me parashikimin e kësaj dite kaq të rëndësishme, unë ju rikujtoj edhe një herë për të gjithë juve të rishikues të nderuar, kudo ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe në kërkim të parashikimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja ros shkon atje. Atje mund zgjidhni paketën që ju intereson dhe shkoni tek sekretaria, më pas flasni bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skypeit. Por juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejti me juve, dhe juve doni të dërgoni mesazh, kemi pikërisht këtë butonin këtu, e klikoni. Duke e klikuar, pastaj sapo ta klikoni, e shikoni dhe pastaj jeni gati që juve të dërgoni mesazhin dhe për të marrë drejt për së drejti përgjigjen. Por juve që doni që në kohën që juve shikoni e doni një parashikim, presupozojmë, doni tani në këtë moment bëni takim. Si mund ta bëni këtë takim? Të dërgoni mesazh, mund ta merrni nesër përgjigjen. Ju e doni sot, doni këtë moment. Atëherë ju vjen në ndihmë membership. Ja, pra, kemi këtë butonin që shikoni këtu dhe direkt në këtë dhe atje hapeni, klikojeni, regjistrohuni, sepse abonimet dhe gjërat e mira duhet jenë të lira. Shikojeni aty dhe provojeni, dërgoni mesazh, e merrni përgjigje apo nuk merrni përgjigje. Këtu do të shikoni pastaj të kuptoni jo për pasadrejt në këtë aspekt. Për çdo njeri që është interesuar në moment, janë për momentale, janë në kohën që keni kohë, janë 24 orë në stop, por gjatë gjithë ditës keni probleme, çështje që jeni në për institucione të ndryshme dhe ora juaj, momenti juaj është më i miri dhe më i duhuri në atë kohë që të zgjidhni problemet që juve keni. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e Dashit. Por ju që është e Dashit, duket se ka një ndikim shumë të mirë dhe tepër pozitiv në lidhje me takime, në lidhje me vendime të rëndësishme që ka të bëjnë me punën, ka të bëjnë me karrierën, sidomos me karrierën, se është diçka shumë e madhe e tepër pozitive në punë, zhvillime, në ndryshime sidomos është një moment shumë pozitiv, një moment tepër ideal në anën tuaj, në karrierën tuaj dhe në mundësitë të arta që do të keni tani e tutje. Në çështje që lidhen me anën shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me ujorët e diçit të parë, akrepët e diçit të tretë, është perfekte. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e Demit. Për ju që është e Demit, kjo ditë e martë duket një ditë që nga njëra anë kërkon gjëra që duhen mbyllur një herë mirë, edhe pse me vështirësi, edhe pse keni pasur shumë çështje të lëna pesur për arsyen tuaj ose disa gjëra që nuk kanë qenë ashtu siç duhet, por në fakt është një moment mjaft i mirë me ndikime favorite në lidhje me karrierën, në lidhje me disa ndryshime, dhe këta ndryshimet më pozitive dhe çështjet më madhore që do të keni tani e tutje, ku gjërat janë mjaft favorite në çështjet ekonomike, në lidhje me disa ndryshime, dhe këta janë ndryshime
shumë të rëndësishme në kohën në punën tuaj dhe në ndryshimet që keni. Por megjithatë, është një moment që do të shikoni gjithë gjërat të ndryshojnë, çështjet që juve keni, mundësitë që juve ju jepet në anën e punës suaj, në lidhje me karrierën, në lidhje me ndryshimet që do të keni tani tutje, prandaj nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në gjërat që do të bëni në kohën që juve keni, sepse është një periudhë mjaft e mirë dhe tepër pozitive për sa përket çështjeve të punës dhe të vendimeve që do të merrni. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me ujor dhe me virgjëresh duken të bara. Vijojmë tek shenja e radhës. Kjo është shenja e binjakëve. Për binjakët kanë dy gjëra kryesore. Kanë komunikimin bazë, kanë gjëra që ndodhin në fusha të ndryshme në lidhje me takime, sepse takimet janë ata që ju bëjnë të ndjeni superior në lidhje me punën, në lidhje me çështjet e karrierës suaj, sepse ju e keni lindur për karrierë dhe kjo është diçka që do t'ju vinë në ndihmë më vonë në lidhje me takime, në lidhje me ndryshime sidomos është një moment shumë pozitiv dhe tepër ideal në lidhje me vendimet. Në ndryshimet që kanë bërë, ndryshimet janë favorite për sa i përket punës suaj, për sa i përket vendimeve që merrni juve, një vendim mjaft të rëndësishëm, por kjo do të thotë që vërtet i bini pas gjërave dhe jeni shumë të lumtur për sa i përket punës suaj aktuale, për sa i përket disa gjërave që tani për tani mundet që të keni mundësinë për zgjidhur çështjet e punës, për zgjidhur karrierën, sepse lidhet shumë me karrierën, por gjithashtu është një moment mjaft surprizues në ekonomi, surprizues në vendimet që merrni dhe kohën e duhur në anën tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me akrepët dhe diçit të tretë, me peshët dhe diçit të dytë, është një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive në gjëra që doni të bëni. Shkojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e gafores. Për gaforet duket se kjo periudhë mundet që të keni dhe mundësinë, edhe kohën e duhur sidomos, është një moment mjaft i mirë në lidhje me takime, në lidhje me vazhdimsinë në fushën e karrierës dhe në lidhje me disa ndryshime të një pasnjëshme që keni me punën tuaj aktuale dhe një takim i rëndësishëm, sepse ka për të ndodhur dhe është momenti më i mirë i mundshëm në lidhje me favorizimet ekonomike, në lidhje me disa persona të ndryshëm që lidhet shumë me stabilizimin, por duket se gaforet tani tutje kanë mundësi dhe momentin e duhur për të bërë zgjidhjen e duhur në ekonomi dhe në stabilizimin. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me britësapët dhe diçit parë dhe me peshorët dhe diçit të tretë është në favorin tuaj. Shkojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e luanëve. Çfarë ndodh me luanët? Për luanët duket se tani gjithmonë kanë qenë janë dhe mbeten shenjat me ndikim në fushën e zodiakut, por duket se dita e sotme, si dita e martë, është një mundësi shumë e mirë në lidhje me vendimet që merren, lidhje me ndryshimet që keni, lidhet me mundësitë që do t'ju jepen tani tutje dhe kjo është një kohë shumë e mirë dhe tepër përshtatshme në ndryshime, në takime, në vendime që merrni. Po, është një moment shumë i mirë. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me ujorët e diçit parë, me dëmtë e diçit të tretë, është perfektja dhe jo problematikja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë virgjëresha. Për virgjëreshat duket se për ditën e sotme kanë disa takime shumë të rëndësishme, sepse ecin me shpejtësinë e erës dhe kanë dhe momentin e duhur për të zgjidhur problematika të ndryshme, për të zgjidhur çështjet e pazgjidhura, sepse kjo periudhë është periudha juaj. Kjo periudhë është më e mira, është koha e duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në ekonomi, në stabilizime dhe në çështjet e tjera që do të keni. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me binjakët e diçit parë, me ujorët e diçit tretë është perfektja, por ka dhe një ndikim shumë të mirë në lidhje me anën e biznesit. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë peshorja. Për sa përket peshoreve, peshorët duket se kjo periudhë ka qenë dhe është dhe mbetet periudha më e spikatur në fushën ekonomike financiare, por meqenëse java ka mundësi financiare, ka ndryshime, ka ndikime pozitive dhe juve merrni pjesë në këtë ndikim dhe është një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive në anën tuaj, prandaj keni dhe gjëra të rëndësishme që për juve është momenti, është koha, është vazhdimësia në këto drejtime dhe koha që ka treguar që
Juve jeni me fat në këtë aspekt, I keni mundësi që do të bëni, periudhën që juve do të ndikoheni dhe është një mundësi shumë e mirë sepse takimet, vendimet, ndryshimet janë në favorin tuaj. Prandaj ju them me bindje plot që keni çdo mundësi dhe çdo gjë që ta rregulloni, ta stabilizoni ashtu siç juve dëshironi. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me britsjap të 10 ditë parë, gafore të 10 ditë të tretë, që është perfektja, por një nga mundësitë më të arta që keni është me ujor të 10 ditë të dytë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë akrepi. Me akrepët duket se është pikërisht kjo periudhë që juve do t'ju ndikojë në një farë mënyre për anën ekonomike financiare, për sa i përket zhvillimit dhe ndryshimit të madh që do të keni. Akrepët do shikojnë që rritje në detyrë, por dhe rritje rroge, se ka diçka shumë madhe këtu. Edhe kjo është mundësia më e mirë e mushme sepse dhjetori ka të papritura, ta dimë këtë. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me peshk dhe me luan duke të mbara. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shigjetari. Për shigjetarët të duket se është momenti, është periudha, është koha që sinjalizon të ardhmen tuaj më të mirë dhe më pozitivja e që ndonjëherë. Në çështje shpirtërore, lidhjet afatgjatë që kanë bënë që janë me virgjëresht të 10 ditë parë, dash të 10 ditë tretë, ka indikim shumë mirë këtu, por edhe me binjak të 10 ditë të dytë, pse jo, është koha juaj. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë britsjapi. Për sa përket britsjapëve, çfarë ndodh në britsjapët dhe ku britsjapët nisin dhe betisin gjërat e tyre? Nuk e diskutoj dhe nuk e vë dyshim që britsjapët kanë një mundësi shumë të mirë dhe tepër pozitive për zgjidhjen e duhur në anën ekonomike financiare, për zgjidhjen e duhur në lidhje me anën dhe vendimin që merret në anën tuaj. Çështjet që lidhen me biznesin, lidhen me karrierën, lidhen me ndryshimin e madh që bëhet tani, po dhe koha është pozitive tek juve. Momenti është ai që ju bën të ndjeni superior në anën, nuk është çështje se është 5 apo 10 apo 15. Puna është se ka do ketë një ecuri shumë të madhe dhe tepër pozitive. Dhe korrektësia që ju bën të ndjeni mirë, korrektësia ju bën të ndjeni superior në atë çka doni të bëni. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bën me binjak dhe me peshore duke të mbara. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e ujorit. Për ujorët të duket se tani është një moment mjaft i mirë dhe stabilizues, jeni koshient për të çfarë ndodh në fakt juve, edhe pse për punën dhe për çështjet e tjera që keni pasur, disa probleme, disa gjëra që keni pasur më përpara për problematika të ndryshme, por vjen momenti tani që mund themi me bindje të plot që nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në ndryshime dhe në vendime që do të merrni tani etutja në lidhje me ekonominë, në lidhje me biznesin, se ka i diçka që është biznesi, është koha juaj dhe momenti i duhur. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me akrep të 10 ditë të parë, gaforit të 10 ditë të tretë është perfektja, por me dem është vetjeta. Shkojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e peshqeve. Për peshqit duket se tani jo se kanë diçka për të shqetësuar, sepse peshqit kanë kohën e duhur, kanë momentin e duhur për zgjidhjet e tyre, se mund zgjidhin nga problematikat që mund të kenë pasur përpara, ku diun. Por vjen një moment tani që lumata që kanë peshë në punë dhe mirë ata nuk e dinë vlerën. Në çështjet që lidhen me punën dhe me karrierën, lidhen me vendime që do të marrin, janë vendime mjaft të mira për punën e tyre dhe rritje në anën ekonomike, kurse në çështjet e dashurisë me virgjëresh dhe me binjak duke të mbara, një vëmendje do të bëjnë me shigjetarët e 10 ditë të dytë, se tani kush është fajtori pak rëndësi ka që të rregulloheni. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht kësaj dite kaq të rëndësishme të datës 2 dhjetor të 2025. Para se të ndami bashkë, unë rrugëtoj edhe një herë për gjithë juve të shikues të nderuar, kudo ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe jeni në kërkim të parashikimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja ros shkon atje. Atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar për gjithçka juve intereson. Duke bler paketën dhe numrin përkatës të blerjes, pra tek faqja ros shkon atje, jeni gati pastaj për të folur bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Për juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejti me juve dhe doni që të dërgoni mesazh, kemi pikërisht këtë butonin këtu. E klikoni, ndiqni hapat atje dhe duke na bërë subscribe, pastaj dërgoni mesazhin dhe merrni drejt për së drejti përgjigjen. Kur ju dëshironi që në një moment të caktuar dhe doni që
të interesoni për diçka momentale, që keni takim, ose të anulloni një takim, sepse është koha është e ardhur në gjëra të rëndësishme, atë kemi pikërisht këtë që shikoni membership. Aty mund të ta klikoni, abononi, se gjërat e mira do të jenë lira, dhe atë të më kujtoni pse unë them. Nga unë një rëpulla, të të mirë një oraj.